Në kuadër të festave të nëndorit, shkolla Jan Kokuzeli në Durrës ka organizuar një koncert të veçantë artistik, ku talenti unë nxënësët u shpalos përmes muzikës dhe këngëve patriotike. Në një prononcim për mediat, Adriana Gjepali, drejtoresha e shkollës, u shpreh se ky aktivitet u realizua farpunës përkushtuar të orkestrës dhe korit të shkollës, në bashkëpunim të ngushtë me nxënësit dhe mësuesit. Ajo theksoi se ky koncert është një traditë që synon të ruajë dhe të promovojë vlerat patriotike tek brezi i ri. Sot është aktiviteti i parë i organizuar nga shkolla Jan Kokuzeli në morinë e një sër koncertesh artistike që do kemi në vijim. Sot është koncerti i parë me tematikë patriotike, patjetër këto janë ditët e nëntorit, festat më të rëndësishme për gjithë shqiptarët, festat e krenarisë, identitetit tonë kombëtar, e patriotizmit, etj me radhë. Janë festat që mbushin në zemrat me dashuri për MMD-un dhe për AD-un. Patjetër, ky është një koncert i organizuar nga shkolla jonë, një koncert i organizuar nëpërmjet orkestrës të shkollës tonë, të drejtuar nga dirigjenti i jonë Orges Mema, i mbështetur nga kori, kur tematika e gjithë programit është skalitur me tematikë patriotike. Ndërkohë, dirigjenti Orges Mema deklaroi se repertori i përgatitur për këtë aktivitet përfshinte kryesisht këngë patriotike të përzgjedhura posaçërisht për t'u përshtatur atmosferës së festave të nëndorit dhe për t'i dhënë publikut emocione të veçanta. Atëherë është kjo një kartolinë që ne kemi përgatitur në rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit, festave tona kombëtare ku për të nderuar dhe kujtuar punën dhe veprën që kanë bërë të gjithë bashkë për që në Shqipëria e lirë dhe sovrane, ne sot po e përkujtojmë me këtë aktivitet artistik. Koncerti u prit me shumë duartrokitje, duke sjellë një atmosferë festive dhe duke kthyer skenën e shkollës në një hapësirë ku arti dhe patriotizmi bashkoheshin në mënyrën më të bukur.